La Gazzetta dello Sport ka cilësuar Cristian Aslanin si lojtarin më të dobët të derbit Inter-Milan, duke e vlerësuar me notën 4. Ja çfarë shkruan ajo për mesfushorin e kombëtares Kuqezi. Teorikisht mbi Aslanin do t'i shkonte shumë mirë mbiemri lojtaris së ardhmes, por tashmë jemi në fund të sezonit të tij të tretë me Interin, kaq mjafton që drejtuesit e trajnerit të kenë krijuar një ide të qartë për potencialin e tij dhe për aftësinë reale për ta shprehur atë në fushë. Edhe me të do të vitë ndarja në fund të sezonit. Interi do të bëjë zgjedhje të tjera në mes fushë pranë Çalhanoglut. Kur kishte ardhur në verën e vitit 2022, Interi mendonte se kishte kapur një talent të madh, ai sa vendosi të investojë 14 milionë euro për mesfushorin shqiptar. Por Aslani ka mbetur pothuajse i ndalur në vend, një premtim për të bërë kampion, por vetëm një premtim, shumë pak tepër pak përparuar gjatë këtyre 3 sezoneve. Tallimi mes titularit e lojtarit të dytë në rastin e tij është i thellë, dhe kufizimet duken gjithmonë të njëjtat. Ndryshe kundërshtarët e kalojnë javët, por ngadalësia në të menduar gjatë qarkullimit të topit është e dukshme. Inzaghi në pjesën e parë u shter me thirrje për t'i treguar çfarë zgjedhjeje të bënte. Pastaj në fillim të pjesës së dytë u tursuat e zëvendësoi. Një tjetër mundësi e humbur, kush e di sa të tjera do të ketë ende. Mesfushori shqiptar Cristian Aslani ishte në fushë për 53 minuta ndaj Milanit dhe ai u vlerësua me notën 7 nga SofaScore, duke qenë ndër më të mirët e Interit së bashku me Jan Bisek dhe Lautaro Martinez. Për të arsye të çudit opinioni La Gazzetta dello Sport në lidhje me mesfushorin shqiptar. Megjithatë, Cristian Aslani mundi të prekte vetëm 50 topa gjatë minutazhit të tij dhe nuk i dha ekipit shkëndijën e duhur. Për sa i përket ardhmës së Aslanit në Meazza, Gianluca Di Marzio, ekspert i transferimeve në Sky, raporton se Interi mund ta largojë Aslanin në huazim për të fituar më shumë minuta, pasi është vetëm 23 vjeç. Vetë Aslani e ka shprehur prej kohës se ndihet mirë në Milano, por tani takon Interit të vendosë për të ardhmen në mesfushorit të kombëtares së Shqipërisë.